Ajo që ka më la përshtypje që do doja të ndani me shikus është titullimi i kampanjës Merr Frymë, sepse po t'jep dimenzionet të shumta për të aludu, sepse ne nuk marrim frymë thjesht për të jetuar, ne frymë marrim në konotacionet të ndryshme. Po, kjo është si ide shumë kolegëve të sot i falenderoj, ata kanë ardhur me koncepte të ndryshme, dhe në këtë dinamik, me këtë stres, ne kemi menduar që është mirë ndonjëherë me bo një pauzë, edhe me reflektu, me pa se çka po ndodh dhe s'ka mundimi ne me u angazhu apo me kontribu. Jo vetëm në atë ludimin për shembull si Merr Frymë, si proces, po dhe zakonisht kur kemi raste të rënda ose kur kemi ndonjë stres, ne ndalemi marrim frymë disa herë për me u qetësu, me mendu ma mirë, edhe në këtë mënyrë me u qas apo me adresu një problemit apo një sfide. Gjirimet që ju përmendet janë vetëm një seri, përndryshe ne kemi plan të bëjmë gjirime edhe të tjera, duke e zgjeru fushën e veprimit, posaçërisht temat që janë shumë të rëndësishme. Njëra prej tyre është shëndeti mendor për të rinjt edhe adoleshentë dhe përfshirë edhe të fëmijët, por ka dhe tema të tjera edhe sidomos jemi duke mendu në aspekte sociale për personat me moshë të shtyer. Është një fushë cilën kërkon prioritizim, kërkon investim, kërkon socializim, sepse momentin kur ne nuk i konsiderojmë, atëherë kjo do të jetë barë. Deri tani, kujdesi po e marrim ndaj të moshurit, zakonisht bëhet nga familjarët, dhe këtu janë, përveç që janë kosto, ka dhe implikimet të tjera, sepse momentin kur ata të moshuar nuk kanë mundësi me u socializu, me kontribu, me ndëgju, apo me u integru në ndonjë proces, atëherë jetëgjatësia tyre, përveç që ndikon, ka dhe ndikon dhe në cilësinë, që do të thotë që mundet me pas edhe smundet i tjera, e ato smundje pastaj përsëri e rrisin koston, përmes barnave, përmes trajtimi. Kështu që është një praktika të tregojnë se investimi në këtu çështje, apo në aspektin social, përmes integrimit, përmes socializimit, ka përfitime të shumta.